Gjykata e Apelit të Tiranës ka lënë në burg gazetarin Xhobaxhi Elio Lazaj. Vendimi është marrë në seancën e zhvilluar këtë të hënë. Gazetari Xhobaxhi Elio Lazaj u arrestua më 12 shkurt të 2026 pas një operacioni nga policia e Tiranës. Lazaj akuzohet për veprën penale, shtrëngimi me anë të kanosjes dhe dhunës për dhënien e pasurisë. Për këtë vepër penale, sipas kodit penal, neni 109B, Elio Lazaj rrezikon minimalisht nga 2 deri në 8 vite burg në situatën penale që ndodhet tashmë. CNA ka raportuar se janë sekuestruar 4 telefonat e Elio Lazajt, ku pritet të zbërthehen për të zbuluar komunikimet dhe skemën që shkon përtej Elio Lazajt. Elio Lazaj kërcënonte, shantazhonte dhe shtrëngonte forcërisht me komunikime, por edhe me shkrimet e tij të vazhdueshme, një zyrtar të shtetit. Elio Lazaj vazhdonte skemën e tij të sharjeve, kërcënimeve, shantazheve dhe fyerjeve nëpërmjet një portali, dhe pas shumë hetimeve të kryera nga Prokuroria e Tiranës, policia e kapi në flagrancë dhe i vuri prangat. Lazaj u arrestua pasi prej muajsh sulmonte në portalin e tij dhe i vendoste gjob një zyrtari të shtetit. Prej 2 vitesh, gazetari Elio Lazaj shantazhonte një zyrtar duke shpifur, shkruar e kërcënuar gjoja në lidhje me një call center dhe më pas akuzat të tjera edhe me zyrtar të opozitës. Mësohet se Lazaj fillimisht ka kërkuar 40.000 euro dhe më pas një shumë tjetër më të vogël, rreth 10.000 euro, por në momentin kur zyrtari ka shkuar për t'i dhënë parat, janë shfaqur uniformat blu, oficeret e policisë kriminale dhe krimit ekonomik, të cilët i kanë hedhur prangat gazetarit Xhobaxhi. Kujtojmë se në 16 shkurt u zhvillua seanca në gjykatën e Tiranës, ku ndaj gazetarit Xhobaxhi u la në fuqi masa arrest me burg.